Miqtë Prizmës. Mbaroi edhe Eurosongu, I cili sigurisht bëri edhe bujën edhe ato muhabete Facebooku edhe shumë të natyrave nga më të ndryshmet në Shqipëri, sidomos në pjesët që njerëzit kanë qejf të komenteve. Por vure diçka, me që Alis shkoi në vendin e 13 edhe normalisht njerëzit kishin pritshmëri më të mëdha, filluan edhe kritikat, sidomos kritika me karakterin që kuptohet qartë nuk kanë dëshirë të përkrajnë, si më thënë, njerëz nga krajinarisë, dhe fjala nga jugu që nuk kanë dëshirën për kaq shumë Shkodrën, sidomos Shkodrën. Kuptohen edhe njerëz pastaj që e konsideruan këngën e Alis pak balad të rrezikshme për festivalin evropian, Eurosong. Tash edhe unë po mundohem që të bëj një koment timin. Sigurisht që nuk kam asnjë respekt për Eurosong. Për mua është një festival këngësh edhe vallash folklorike dhe festival që shkon në deviacionin jashtëzakonshëm të një ultramajtizmi gati si gay pride. S'ka asgjë gjë, mund të ekspozohen kudo, nuk kanë asnjë lloj problemi, pengese prej mehet, por festival I këngës në mënyrë të tillë, I trajtuar në mënyrë të tillë, I cili sigurisht ka humbur nga vetit e jashtëzakonshme të dikurshme, I ka humbur dhe Sanremo, bile I ka humbur dhe festivali jonë, të bën që të neveritesh. Edhe e para, edhe e dyta pastaj që votojnë njëri tjetrin dhe grupet e interesit që kanë. Pra, nuk kam asnjë lloj respekt për Eurosongun që s'ka as këngë. Sigurisht që kjo e Alisit ishte një balade fortë dhe balade shoqëruar me forci heteroseksuale të jashtëzakonshme. Që tregonte nënën, që tregonte fëmijët e saj, tregonte forcën që duhet kesh për të duruar për të thirrur fëmijët edhe herë, duke u binë nënës. Është familja në radhë parë. Dhe kjo nuk I pëlqen atij festivali. Tjetë familja, tjetë nëna, tjetë gjëra të tilla nuk I pëlqen atij festivali. Dhe festivali do lajle lule, element kështu tralala. Bile kishte shumë nga jugu që ishte balad, kështu po shkuat me balada. Me të vërtet në atë festival nuk duhet me shku me balada, as me këngë të vërteta. Duhet me shku me këngë që ke parasysh kur hypin për kamiona dhe për dridhen, këto këngë aty fitojnë, janë rregull krejt. Por Alis kishte atë këngë dhe natyrisht që kishin marrë edhe mondën bulku që ta dilte nëna. Aty mund dallojnë, po unë vuna re shumë komente që bënin nga bile dhe Greqia, edhe BBC-a, që kishte disa me të vërtet komente jashtëzakonisht, jo vetëm për zërin, interpretimin, por edhe për vetë tekstin dhe për atë çfarë donte të transmetonte ajo këngë. Dhe merr dhe mirë sepse ishin komente të mira shumë. Merr dhe mirë që sigurisht Malizi dha pikët e veta, Portugalia pikët e veta, dhe të vjen keq kur ti vlerëson Italinë, Italia nuk vlerëson ty, sepse ky lloj karakteri ekziston ke ai drejt festivali. Ose Izraelit ai jep vetëm një pikë, 2 pikë, nuk e di sa ka dhënë. Por Ballkanësit u treguan të mirë me njëri tjetrin. Në Greqia 5 pikë për shembull, nuk e di 6 pikë sa dha. Edhe bullgarët po ashtu, diçka e tillë. Praktikisht aty kishte zënkat mëdha, sepse sigurisht ishte një pjesë e madhe që ishte çuar mos fitojë Izraeli, megjithëse kishte këngën e bukur. Edhe normalisht pastaj bën të mundën që të fitojë Bullgaria, jo se ishte kënga më e mirë, por se nuk duhet fitonte Izraeli me këngën e saj, sepse ai djali, sepse normalisht ishin shumë shtete që nuk donin që të merrte fare pjesë Izraeli, siç nuk ka marrë pjesë Rusia. Pra, këtu ngatrohet politika, geopolitika, se çfarë lidhje kanë me këngën, tash quhet agresor dhe ai që kënon këngën se mund të jetë Izraeli agresor. Futen vende për shembull duan të fusin dhe Australia ç'pun ka me festivalin evropian. Marrëzira të tilla të cilat I ka festivali evropian, por kryesore që ka është këngë valle folklorike dhe këngë të cilat sigurisht janë lajle lule. Janë hare, tralala, ka punë me balladën. Dhe kjo ishte fatkeqësia e vetme e këngës Alis. Ishte ballad. Ishte diçka serioze, jo diçka që sigurisht tamam lajle lule.
edhe hypur mi kamion ose dalë në rrugë dhe me ngjyra duke u tundur. Kështu është festivali evropian. Ajo nuk ishte këngë e tillë. Kështu që s'kishte pse edhe vlerësohesh kaq shumë. Dakord miqteri. Këtë desha të them edhe për festivalin evropian, edhe Eurosong në famshëm. Miq Prizmës. Në Shkodër ka 2 ditë që u zhvillua ke Kinema Republika një deqes, kështu i quajnë, të komisionit të përfundimit të reformës territoriale, administrative. Kanë bërë një në 2014 dhe sigurisht nuk kanë përfunduar asgjë dhe për këtë jam i bindur. Duan ta bëjnë tani sepse sigurisht ja kërkon edhe Evropa, jo se kanë shumë nevojë për të. Sidomos në konceptet e një disproporcionit të jashtëzakonshëm që ka midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike, pavarësisht agresivitetit, sulmit, ndyrjes që i bën vendit edhe molotovëve që përdor Sali Berisha për të diskredituar demek pushtetin, por në fakt diskrediton sigurisht Shqipërinë. Duan ta bëjnë sepse e kanë si kusht. Në të vërtet, shumë elementi janë bërë ashtu siç ja ka marrë mendja bie fjala Edi Ramës. Por tash që niset që ta bëjnë bashkë, sigurisht shpeshherë janë bërë bashkë për të bërë sidomos kode zgjedhore dhe pakte të tilla, të cilat nuk është se kanë çuar në një të mirë, por janë bërë për të vijuar shtetin, vijuar punën, për të bërë element të përbashkimit kur ka nevojë për 84 vota, kur ka nevojë për 90 vota, 94 vota. Sa. Tash po studioja një nga studiuesit më të mirë të kohës para monarkisë, shtetit shqiptar dhe sidomos monarkisë. Dhe sot kam bërë një editim, botim për mbi organizimin territorial dhe reformën asaj kohe që sigurisht monarkia, zogu vet, bënin. Ai donte ta çonte në një nivel shumë të lartë dhe e çoi në kontroll të plot të territorit. Sigurisht kishte një trashëgimi e cila nuk mund të përshtatej, që ishte trashëgimia e vilajeteve dhe njëkohësisht pastaj një trashëgimi e kohës vidit e qeverive të fillimit të shtetit shqiptar, cilët sigurisht nuk kishin kontroll përmbi territorin dhe nuk e shoqëronin territorin me instrumente ligjor si prefekturat, qarqet ose po themi rrethet ose bashkitë, komunat e tjera, të cilët pastaj duhet kishin edhe ligjin në zbatim për të bërë dhe uniformitetin e një kontrolli territorial dhe autoritetit të shtetit. Duke filluar nga 1927 dhe 1928, gjatë gjithë periudhës kohë deri në 1940 me hyrjen e fashizmit, territori u kontrollua në fakt sa i prefekturave dhe bashkive. Plus edhe disa komuna, ishin disa sasi të tilla, të cilat përcaktonin, po fuqia e madhe ishte e prefekturave. Normalisht, pushteti atëhershëm nuk ishte një pushtet demokratik, ishte autokratik, por nuk ishte diktaturë. Nuk ishte tirani. Normalisht që kishte një lloj pluralizmi, nuk vendoseshin, nuk zgjidheshin kryetarët e bashkive, ndarja territoriale ishte shumë e saktë. Dhe sigurisht forcën e madhe e kishte prefekti, kryetari i bashkisë vendosur me dekret mbretëror dhe këshillat zgjidheshin nga populli që preferohej sigurisht ata që ishin pro-monarkisë edhe pro-monarkisë, po themi, por që kishte edhe opozitë, sigurisht që kishte opozitë, gjithmonë ka pasur opozitë dhe shpeshherë nga opozita merreshin njerëzit edhe për të bërë edhe ministra, njerëz që do bënin edhe kryetar këshillash ose njerëz që nganjëherë kanë bërë edhe kryetar e bashkisë, ka emëruar zogu, edhe duke qenë kundërshtar politik, po themi. Por nuk dua të flas për atë periudhë sepse ajo i takon shkrimit dhe aty i kam sqaruar gjërat. Dua të them për kohën e sotme, çfarë pritet prej reformës sot.
realisht nuk pres asgjë. Nuk pres asgjë. Dhe pse? Ja po e shpjegoj, sepse që ndarjen territoriale është e paragjykuar dhe kriminale. Sali Berisha Shqipërinë do të ndajë për interesa të tia personale, të partisë ti personale, dhe kjo do të ishte rrezik i madh që Partia Socialiste të merresh me këtë punë, në disa lloj mënyrash, edhe kush janë këto mënyra? E para, ndarje religionare. Sali Berisha e di që është një pjesë e madhe e komunitetit katolik, sidomos rural dhe bashkohet edhe krajinarizmi dhe folklorizmi, që voton Partinë Demokratike sepse e konsiderojnë veten antikomunist. Dhe duke e konsideruar veten antikomunist, sigurisht Partia Komuniste ka vrarë priftëri dhe i ka persekutuar, ka prishur kisha, dhe ata janë armiq të përjetshëm si me PPSH-n e dikushme, ashtu edhe me PS-n e sotme. Duke harruar që PPSH-n e djeshme e përfaqëson në mënyrë kriminale të shëmtuar Sali Berisha. Por Sali Berisha, parimin e parë të ndarjes territoriale ka krajinarizmin, folklorizmin dhe religionarizmin. Të ndash në bashki të vogla cop-cop, Sali Berisha do të bëjë mbi 100 e sa bashki. Pra, tendenca është për të bërë 120 bashki. Imagjinoni të gjitha pastaj edhe do kenë edhe fondet e tyre, do të kenë edhe zyrtarët e tyre dhe kryetarët e tyre. Edhe disi ndaren bashkit ndaren ku shikohet në këtë pikë zotruese nga sondazhet Partia Demokratike dhe ajo do të ndahet veçmas si bashki. Këtu çfarë kemi? Këtu kemi banor katolik, të cilët votojnë, që ka dhe katolik që nuk votojnë në partinë e Sali Komunist Berishës. Jo, është një pjesë e katolikëve që nuk e votojnë. Por ai di ato që votojnë. Ata që frymëzohen shumë nga Josefina Topalli, nga vetë Sali Berisha, stërgjyshit cilit ka vrarë priftin, dhe nga ky Jack Markaj, nga Gjingjoni, nga Arjan dhe shumë elemente të tjerë që frymëzohen nga këta njerëz, a kupton? Njerëz të demokracisë, këta njerëz të kristian demokracisë. Këta janë gjithë kristian demokrat, apo social kristian, diçka të tillë do të jenë këta tipat. Dhe prandaj gjendet edhe terreni. Kush është terreni? X. Dukaxhini për shembull do ta ndajë në 3 bashki. Velipori në 2 bashki, edhe do t'i marrë Partia Demokratike sepse do përcaktojnë zonat ku votohet Sali Berisha dhe partia e tij. Po jo vetëm kjo, pastaj Mirdita, pastaj disa qarqe të tjera të cilët kanë zonat e tyre të komunitetit fantastik katolik në Shqipëri. Pastaj do fillojë krajinarizmi. Aty ku zbulohet që cila krajinë është e apasionuar, e frymëzuar nga parimet e Sali Berishës edhe të plus pastaj do veprohet edhe në coptimin e pamundësinë ku shikojnë gjysmën e socialistave këtej dhe gjysmën e demokratëve për ta ndarë dhe për gjetur cila gjysmë dominon ndaj tjetrës. Aty do përcaktoj Partia Demokratike një bashki. Më kuptoni? Është një e gjitha, do të shohin. Ku ka dominancë Partia Demokratike, do ndahet veçma, do i bijet kalem, si zakonisht, zbën zgjuarësia e atij Bylyk Bashit dhe Sali Berishës, bashkë me këtyre frymëzuesave të tjerë të ndarjes. Luciano ne ka çuar atje për të dukur më i bukur, më i miri, profesori. Të tjerët e bëjnë punën në të. Edhe për të ndarë një zonë e cila voton Sali Berishën, për të nxjerrë aty. Sepse ai e ka sigur që po do që të marrë numër sasi bashkisë. Duke i coptuar të vogla, ka mundësi që të marrë bashki. Duke u mbledhur shumë, ai nuk merr asnjë bashki. Po absolutisht asnjë. Dhe kjo lloj ndarje. Pastaj edhe folklorizmi. Do gjej ku ka folklorizëm më tepër, ku ka ignorancë më tepër edhe si të them tash, element të cilët përbëjnë demencë të jashtëzakonshme demokratike dhe filozofike për ta ndarë veçmas, dhe aty do bëhet lufta midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike dhe shanset për ta fituar atë pjesë të folklorizmit i ka Partia Demokratike. Ajo është përfaqësuesja numër 1 e tyre dhe sa më pak folklorizëm, prandaj është rrudhur Partia Demokratike se
ka filluar të largohet folklorizmi në politikën shqiptare, sigurisht nuk e votojnë më. Pra, ndarja territoriale është kryesorja dhe ndarjen territoriale Sali Berisha dhe Partia Demokratike e tij, kuptohet, ka kriminale. Atëherë për çfarë duhet merret vesh Partia Socialiste me të? Mbase socialistët bëjnë sikur merren vesh, bëjnë demokracinë, më thënë, ja, ne po bisedojmë, ja ku jemi. Tjetër gjë do të bëjnë më vonë. Por, duke qenë i drejt për drejt, unë them që shiko, në marrëveshje me Sali Berishën për krimin e fundit elektoral që mund të bëjnë për shembull ndarjen territoriale, sepse ajo administrative pastaj ka muhabete tjera, mbase edhe mund të tolerohet diçka. Po ndarja territoriale, shiko, kryesoren Sali Berisha ka ndarjen territoriale. Ju thot këtyre që shko se keni çuar, sidomos në Shkodër, keni çuar për shembull arsimin Lezhë. Këto janë marrëzitje e Edi Ramës, kuptohet. Merr hiqja Shkodrës, e ka parë që është mërzitur aty duke nuk e di, duke bërë gjithfarë marrëzira, çojën Lezhë. Ose nuk e di ujërat ato kombinimin e kontrollin për mi ujërat me kanalizimet që çojnë Lezhë ato. Për shembull ato arkivet i çojnë Mirdit. Ka marrëzira që sigurisht i bën me një dorë me një firmë, si më thënë Edi Rama, ka natyrë njerëzore atë. Mbase e bënte atëherë kur nuk ishte në dorë këtu Shkodrën. Kur e mori Shkodrën, mbase tash i duhet që t'i kthejë edhe një herë tjetër, po është tipike e tij. Këto nuk kanë një problem i madh. Këto dhe mund të rregullohen kollaj. Ndarja territoriale mbetet. Dhe ndarja territoriale e bërë për krajinarizëm, folklorizëm, religionarizëm dhe krijim të komunave të cilat votojnë në mënyrë a priori studiuara që do të votojnë Partinë Demokratike të Sali Berishës, është kriminale. Është kriminale se nuk përfaqëson zhvillim, nuk përfaqëson ide politike vertikale, përkundazi një horizontalitet barkas, dhe për më tepër nuk përfaqëson të vërtetën. Atë që duhet patjetër të bësh që të administrohen. Të administrohen njerëzit, të administrohet territori, të kontrollohet territori. Sali Berisha do të kontrollojë territorin si diku Lazaratin. Ai do krijoj komuna lazaratiste. Komunat cilat janë kthehen në bankat të Sali Berishës. Sigurisht, ky është qëllimi. Ja shpjegova edhe një herë. Ti ndajmë aty ku votojnë, do t'i gjejmë. Sigurisht, edhe me religionarizëm, patjetër duhet, e din, pjesën më të madhe të votave të katolikëve i merr Sali Berisha. Pjesën e madhe të folklorikëve, jo të gjithëve, sigurisht i tenton për t'i marrë, për ne duhet t'i ndaj nga socialistët Sali Berisha, e ndan territorin. Kjo është zonë që më voton mua, këtë dua bashki. Nëse Partia Socialiste do t'i bjerë dakord Sali Berishës për këtë punë, sepse e di që prap fiton, nuk bën një punë të ndershme. Përkundazi i bën një të keqe të madhe Shqipërisë. E coptojnë Shqipërinë me religionarizëm, me fe, me folklorizëm dhe me krajinarizëm. E coptojnë Shqipërinë në mënyrë tragjike. Për mu kjo lloj reforme, po t'ja pranojnë këtë gjë Sali Berishës, shpresoj jo, është një nga demencat më të mëdha pastaj të vetë Partisë Socialiste, majorancës sotme. Dhe nuk është më demencë, por është një veprim i keq, i shëmtuar. Shqipëria duhet ketë më pak bashki, shumë më pak bashki. Qarqet për mua ekzistojnë kot, ketë prefektura të forta, nuk mund të ketë prefekt të një dobësie të tillë politike dhe sigurisht zyrtare. Prefektët duhet t'i ngjajnë të dikushmes, prefektëve të kohës monarkisë. Për këtë jam më se i bindur. Ata duhet të kenë autoritet të patundur të forcat e policisë, por këtu nuk lejohet, është akoma më central puna. Atëherë ishte central, sigurisht ishte centralizuar, por sigurisht funksiononte. Sot është centralizuar, nuk funksionon. Prefekti nuk ka asnjë forcë, merret vetëm me emergjenca civile, me asgjë tjetër. Në fakt duhet merret edhe duhet ketë peshë jashtëzakonshme, duhet dridhen kur shkoj prefekti. Jo ta trajtojnë si një rudiment, sidomos qarqet pastaj që janë rudimentare fare. Këtu është i gjithë problemi.
Po këtë nuk po e los sepse e keqja e madhe që po kërkohet sot është ndarja kriminale që kërkon Sali Berisha t'i bëj Shqipërisë. Ta ndaj përfundimisht siç ka pasur qëllim ta përçajë, ta ndaj, ashtu do ta përçajë krajinarisht, do ta përçajë në folklorik dhe jo folklorik, votat e tyre i do ai, ka shpresë që gjithë Shqipëria të jetë në shumicë folklorike, dhe sigurisht pastaj krajinarizmi edhe religioni janë dy gjëra që ai do që t'i përçajë patjetër. Mundësisht i vej në luftë kundër njëri tjetrit. Dakord miq të mi?